Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqu al-mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasharahu. Thot prej gjërave që i shkojnë besimtarit pas vdekjes së tij. Dhe kjo tregon pra vlerën që e ka sadakaja, sepse është prej veprave që nëse jepet dhe është e rrjedhshme i përfiton njeriu pra edhe pas vdekjes së tij. Dhe i lëshohet bereqet në këtë vepër. Thot pas vdekjes njeriu përfiton nga disa gjëra. E para prej tyre është dituria të cilën e ka shpërndar, pra dituri që e ka lënë kur ka qenë gjallë, e ka lënë një farë dituri në çfarëdo forme qoftë ajo, dhe kjo dituri e ec tash pas vdekjes së tij, dhe njerëzit e mësojnë pas vdekjes së tij. O waladan salihan tarakehu, ose një fëmijë, një vlat të hajrit, të cilin e ka lënë pas vete dhe i cili bën dua për të. Wa mushafan warathahu, apo një Kur'an të cilin e ka lënë pas vetes. Ka qenë Kur'ani i tij, ka lexuar e pastaj ja ka lënë pasardhësve dhe ata lexojnë po ashtu prej tij. Au masjidan banahu, ose një xhami të cilën ai e ka ndërtuar, ose një xhami të cilën ai ka ndërtuar. Secili rob që do të falet në xhami pas vdekjes së tij, krejt shpërblimet i shkojnë atij i cili e ka ndërtuar. Au bejten li ibn sabil banahu, ose një shtëpi që e ka ndërtuar për ata që kalojnë pra rreth aty si vakf për çdo kalimtar që ka nevojë gjatë natës të pushoj, e ka ndërtuar për ata pra. Au nahran ajrahu, ose një prock të cilën e ka është bërë sebeb që të ecë, pra ja ka ndërtuar atë shtratin. E sidomos për ata që miren me bujqësi, pra kjo është një diçka me vlerë. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati, ose një sadaka të cilën e ka nxjerr prej pasurisë së tij, duke qenë gjallë dhe duke qenë shëndosh. Të gjitha këto thot i shkojnë njeriu pas vdekjes së tij.